ja po flasim me fakte historike që mos të mbetet ky elaborim ose ky interpretim vetëm në nivelin është tepër me rëndësi. Po, mos të mbetet vetëm në nivelin teorik. Për shembull, në vitin 1448 në tetor, Skënderbeu e ka një marrëveshje me Venedikun, pikërisht që kërkon që ta lidh atë marrëveshjen në mënyrë që t'i ndihmonte Janush Hunyadit në aleancë kundër perandorisë osmane. Dhe për ta treguar unitetin fetar në raport me Venedikun, ai dërgon 2 përfaqësues të 2 religioneve për me nënshkru marrëveshjen. Është njëri Stefani, Peshkopi Ortodoks i Krujës, edhe është një përfaqësues tjetër i Dominikanëve Katolik, duke theksuar se ne jemi një pa marrë parasysh fërkimet që ekzistojnë në nivelin kombëtar, në nivelin nacional mes ortodoksizmit edhe katolicizmit. Pra, kjo problematikë është shumë ma komplekse se sa që duket, për arsye se në shekujt e ma vonë, kur është rikëthy nacionalizmi duke e rujtur në bashkëpunim identitetin fetar serbët greket, ju kanë vardis Evropës me këtë teori duke na e marrë neve argumentin e rëndësishëm që na kemi qenë si shqiptar me këto koncepte dhe Skënderbeu me këto vlera mbrojtësi këtij identitetit. Pra, ky është ai element.